afati, thatë keni kërku zbutje të rritjes, për shkak që besoni që rritet totali prodhimit në rast që Kosova vjen veti, çka tjetër është pjesë e propozimit ose e qëndrimit qeveritar? Tjetra është që të mos preken nga rritja ambisrit që konsumojnë nën 800 kWh. Okej. Nën 800 kWh, që është bloku aktual, dhe gjithashtu të shtohet numri i brezave të konsumit, apo këtyre bloqeve të konsumit, duke shtuar një ose më shumë brezet konsumit bloqe mbi këtë 800 kWh. Pse po e themi këtë? E kemi nga të dhënat që i kemi analizuar gjatë këtyre 2-3 javëve, e kemi parë që i kemi një fenomen ku një pjesë e vogël e anvisrive e kanë një konsum jashtëzakonisht më të madh se sa të tjerat. Për shembull, në raste ekstreme, në nëntor 2024, vetëm 12% e anvisrive kanë konsumuar mbi 1000 kWh në muaj, mirë po ato kanë konsumuar 39% të konsumit të përgjithshëm të energjisë elektrike në Kosovë. Ndërsa... Jo, veç pak, edhe njëherë. 12% e anvisrive. Gati gjdo e 8 shpipi vjen. Në Kosovë. Gjdo e 8 shpipi. Gati qdo e 10. 12 e gjys është 12 e gjys. Në mes të në dyjave. Okej. 12 e gjys është gjdo e 8. I hargjojnë gati 40%. 4 prej 10 kW-ve që i ka hargju krejt Kosova. A është që ky leximi? Është e saktë. Dhe nuk po i marim këtu parasysh banesat e shtëpit që kanë qenë të zbrasta, që s'kan pas konsum fare. Do me thonë, prej neve që konsumojmë, që jetojmë në shtëpi edhe konsumojmë energji elektrike, 12%... Jënë dikun 12% shpive që hargjojnë 40%, gati 40% të totalit të energjisë elektrike. Kjo ka qenë në nëntor të vitit 2024. Qa ka mboq ta njerës? Sigurisht që një pjesë prej kësaj shkon për ngrohje, mirë po është interesant që kemi një numër, një përqindje të familjeve që shpenzojnë edhe deri 5.000-6.000 kWh në muaj, dhe madje mbi 4-5.000 edhe gjatë muajve të verës. Që është... E nëzej bazenin mih, kripto, mon në i farë databazet qipave për inteligencë artificiale, qa hargjën, mon servera në podrum, qysh hargjën 5.000 kW muja, ka është pjekin? është shumë shtirë të shpjegohet veçanërisht për gjatë muajve të verës edhe të pranverës. Gjatë muajve të dimrit mund të thuash që një shtëpi e madhe me pishin, nëse nxehet për gjatë gjithë kohës, i shpenzon kaq besoj. Mirë po, për gjatë muajve të tjerë, me të vërtetë është vështirë për ta shpjeguar, përveç ndoshta kriptovalutave ose prodhimit të drogës, a prodhim tjetër që nuk është ilegal, po që është informal, apo... Mirë po, kjo është një prej atyre çështjeve të cilën mendoj që është mirë që operatorët e tregut ta shqyrtojnë, ta sqarojnë, sepse ata e dinë sakt se kush janë familjet dhe sa shpenzojnë dhe sa shpenzojnë.